Me gjendjen aktuale të sistemit kullues në Gurën e Zi, rreziku i përmbytjeve si ai i datës 26 tetor nuk përjashtohet as pak. Nëse ndërhyrjet shpejt për vënje në gatishmëri të rrjetit kullues, ndërmarrja e shërbimeve publike të Bashkisë Shkodër ndërhyri pas situatës së krijuar për pastrimin e kalimit kryesor të zonës, pasi procesi ka mbetur përgjysëm. Vetëm 5 ditë më parë, ky fshat u përball me përmbytje të mëdha, ndaj kërkohet të veprohet me shpejtësi. Tana plenat e Gurit Zi vinë na shakuar këto. Edhe më kanë pëlqit tana atje në raport punës, se unë jam biznes i vogël aty që punoj me hekrin. Edhe më kanë shku tona të vegla dëm, edhe kam bojt tona të kamionçina me krah ton, as më kanë nimu komunë, as më kanë nimu kërkush. Jena tash sa vite që e mojmë këtë rrugë këto me lektoni. Parandalimi i përmbytjeve këtu arrit vetëm nëse pushteti vendore pastron kanalin në të gjithë gjatësinë e tij, rreth 1 kilometër, dhe e betonon, ndryshe çdo ndërhyrje pjesëshme nuk ka efekt të duhur. Kjo dën për ton Gurin e Zi, ja për si person, po për ton Gurin e Zi, një ka rrugë shërben me shku në fushë Gurit Zi. Me e bon mur, si e bon shumë vende, me e bon me mur në komandim, edhe me bon rrugën i to, ku është rrugë ekzistuese. Ka çdo na për shtetit na. Na për çdo vjet pa përmbyt në shto dhe lumë se po punojmë me helm pru. Dëmet më të mëdha të shkaktuara nga përmbytjet e 26 tetorit në Gurën e Zi ishin në Sera, në Shpend, bazë ushqimore të Blegturisë, Misër dhe kultura të tjera. Ndërsa uji arriti deri në 70 cm si në Ganjol dhe në fshatrat e tjera, përveç bllokimeve të kanaleve dhe tombinave, disa për të cilëve u hapen vetëm me ndërhyrje emergjente ditën e përmbytjes, problemi kryesor për Gurën e Zi mbetet përrejt malor. Patjetër që edhe prajt dojnë pritat e veta, dojnë argjenaturat, sepse rreshtet e shumta që vinë, projet që vinë nga mali, na kanë bllokuar kanalin Vadis që shkon për Gurë Zi, domethënë, sepse janë mush, edhe çdo pru që vjen nga mali shkarkohet në kanalin Vadis. Kanali Vadis nuk mujti mi i përballu, atëherë çanolli përmbytja, të paktën 70 cm çdo familje në këtë lagje ka kënë e përmytën. Bashkia e Shkodër në kuadër të masave parandaluese duhet të orientojë një punë me përparësi të sistemuar të përrejve malor që rrezikojnë këtë zonë. Ndërhyjet edhe sipër që të banë disa prita atje, si që unë dhe ashtu. Prita malore, domethënë, sepse ka pas dëmtime edhe në Ullinshta, domethënë që i ka hi ujë për zgjatë Ullinshta, atje ka gërmu e ka rrëzu ullete ku po diun. Domethënë, pra është e domosdoshme edhe ndërhyrja në projet e fshatit, që të bahen disa prita, që të nalen në inertet, atër duke u nalë inertet, na kena favor edhe këto, sepse nuk na vinë inerte, nuk na bllokojnë kanalet, domethënë. Banorët e Gurit të Zi, pas situatës së rëndë të 5 ditëve më parë, i bëjnë thirrje Bashkisë Shkodër të marrë përgjegjësi përkatëse dhe të ndërhyrë sa më parë për vënien në funksion të rrjetit kullues, pasi dimri është afër dhe rreziku i përmbytjeve mbetet i lartë në gjendjen e sotme të këtij sistemi.